Jemi në këtë bardhazi live, jemi në akuzë, në një nga rubrikat tona ku akuza është kështu si fshikullimi drejt për para kamerës, dhe është me ne. Është me ne një mik i dashur, Kolindo Vjerdha, ai është pjesë e qendresës qytetare, kanë bërë një studim shumë interesant për të cilin ai do na flasi vetë. Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo? Ajo që ne në punën e gjithë këtyre viteve shohim dhe monitorojmë është puna e universiteteve, sidomos shpenzimeve të universiteteve. Ajo që ne publike? Universitetet publike, padyshim. Ajo që ne shohim sot është që universitetet publike janë kthyer në vatra tenderimi. Dhe këtë e kemi të parë në çdo vit, pothuajse në 5 vitet e fundit, ku shumica e shpenzimeve shkon përsëri për investime, për llaçetulla, nëse ne e themi më shkoqur. Si bën vetë këto investime? Janë tenderat të cilat shkojnë për palë të reta, padyshim, të cilat kontraktohen nga universitetet. Me fondet të shtetit. Me fondet të cilat vinë nga buxheti i shtetit, po vinë edhe nga para drejt për drejta nga studentët. Dhe kush e bën përzgjedhjen e tyre, si ka rezultuar? Nga bordet e administrimit, nga ato të cilat sot drejtojnë, sidomos administratori, sepse është ndarë në këto, mund të themi, në mënyrën e administrimit të universitetit. Kjo statistikë si u ka rezultuar? Abuzuese? Ajo që ka ne shohim është nëse ne marrim universitetin si një vatër e cila duhet prodhoj kërkim shkencor, dhe kjo është ajo të cilën ne e shohim të paktën në universitetin si duhet të jetë. Dhe kur shohim të dhënat dhe shifrat... Një sekond, ato lek i merë nga buxheti i shtetit për kërkim shkencor dhe i bën llaçetulla, po thua? Jo, nuk po thojmë këtë. Ne po themi në buxhetin total të universiteteve. Ku shkon ky buxhet total? Ku shkon pra? Qëllimi jonë është ku shkon. Dhe siç e thash, shkon për siguri godinash. Dhe po ta shohim në 8 universitete monitoruara, siguria e godinave është 3.2 milionë euro. Keli, regjia, të lutem, rri pak e tabela parë, po? Siguria e godinave? Dhe po të shohim... 3 milion euro. 3 milion euro në 8 universitete. Telefon, internet, shtafi, studime, kërkime. Shpenzimet e personelit. 66 milion euro. Po ta kalojmë në përqindje, këtë 66 është thuajse 64% mesatarja në 8 universitete. Kjo varion, për shembull, Universiteti i Shkodrës dhe i Korçës. Libra dhe publikime, po. 76%. Dhe çfarë do mbetet pastaj? Po studimet, sa janë? Dhe shikoj, studime kërkime, shikoj... 66.000 euro? Nëse ne marrim në total... Argjon 60 milion euro? Që nga keq dhe me udhtime, dieta dhe udhtime, që nga keq fare. Po, ato janë zërat cilët përfshihen... Ngroje dhe pastrim, hiq fare. Shikoni për shembull... Po edhe shpenzime personeli. 66 milion. Wow! 64% shkojnë për shpenzime personeli. Tani, ajo që mbetet, pra... Ajo pjesa mbetur duhet investohet, duhet shkoj për kërkim, duhet shkoj për libra, dhe sa mbetet? Po, shifra që është afro 30% mund të themi, që duhet ndahet në gjitha këto zërat e tjerë. 300 euro gjithsej. Do me thënë, nëse të kishim një tort dhe do të ndanim, sa të tretën e zënë këto shpenzimet për kërkim shkencor? Ajo që ne kemi perceptuar në gjithë këto shpenzime, duke u nisur që të shpenzimet e personelit, që janë administrat, pedagog, por edhe investimet. Për shembull, blejmë pajisje. Pajisje të cilat mund të jenë orendi zyrash. Orendit e zyrave janë për administratën, nuk besoj se janë për studentët. Nëse ne marrim tek aspektet e tjera, kompjuterat e cilat investojnë çdo vit, dhe nëse ne shohim çdo vit ka shumë nevojë pas nga universitetet që çdo vit të njëjtat universitete po përsërit të njëjtat zëra rialokojnë të mënyrës se shpenzimet që kryejnë. Po ku janë kompjuterat e vjetër? Po, i nxjerrin jashtë funksion. Shiko, universitetet... Duhet ta themi, universitetet janë të mbyllura sot, kur vjen puna tek informacioni që ne i kërkojmë. Shpesh prej këtyre shifrave që ju mund shifri, shumica, një pjesë e mirë universitetet, sidomos Universiteti i Tiranës, e si vjet edhe Universiteti i Mjekësisë, i quan nëse ne kërkojmë për shembull anekset e kontrata ose kontratat, për shembull atë që nënshkruan në universitetin me një palë të tretë, na quan sekret tregtar. Dhe ne nuk kemi si dim sot për shembull, Universiteti i Mjekësisë i kemi kërkuar për festën të cilën ato kanë bërë për shpërndarjen e diplomave, për shembull, festën e diplomimit. Dhe kemi kërkuar thjesht kontratën mes universitetit dhe palës së tretë. Dhe na ka thënë që kjo kontratë, elemente e saj janë sekret tregtar. Pra sekret tregtar është uniforma e një studenti, sekret tregtar ne e dimë që është formula e Vetëm Universiteti i Mjekësisë ja u ka thënë këtë gjë apo të gjithë universitetet? Universiteti i Tiranës i pari si vjet i është bashkuar edhe Universiteti i Mjekësisë. Po nga ana tjetër kemi edhe universitete. Po sa mirë janë bërë bashkë?
Ajo që ka ne shohim është që tendenca për të qenë të mbyllur ndaj transparencës, dhe kjo është hija e parë e dyshimit, të cilën ti hedh se ku shkojnë këto fonde. Dhe pastaj nga ana tjetër, kur e përball këtë për shembull me shifrat që vijnë nga prokuroria dhe SPAK-u për shembull, në 4 vitet e fundit, 50 pedagogë dhe administratë universitetesh janë pjesë e hetimit për korrupsion brenda këtyre universiteteve. Kemi 35 masa të marra vetëm në vitin e fundit nga APP-ja dhe KLSH-ja, pra Autoriteti i Prokurimeve Publike, pikërisht për problematika që ato kanë parë apo kanë gjetur në procedurat e prokurimeve publike, specifikisht në Akademinë e Shkencave, në Universitetin e Shkodrës dhe Universitetin e Elbasanit. Pra janë masa të marrë ndaj individëve të cilët punojnë në këto universitet pikërisht për shkak të problematikave që janë parë në procedurat e këtyre prokurimeve publike. Pra, kur i ballafaqojmë shifrat, mbylljen e këtyre institucioneve ndaj transparencës dhe shohim nga ana tjetër institucionet e drejtësisë të cilat kanë bërë një farë tentative të paktën në hetimet e rasteve të këtyre, sidomos të sa i takon procedurat prokurimit publik, themi se kemi të bëjmë me problematika kur vjen puna të diskutojmë tek shpenzimet e universiteteve. Ajo që ne perceptojmë në shifra që ne mund të arrijmë të monitorojmë, që jemi një palë tret, një sy jashtëm, është ideja që ne ofrojmë transparencë. Në këtë rrethin e kuq, përse ke futur këto universitete? Këto janë universitetet që kanë abuzuar më shumë? Jo, janë universitetet që shumica e shpenzimeve shkojnë për personelin, pra kalojnë shifrën e 60%. Pra, universiteti i Surakuqi Shkodër... Tani sipas mendimit tuaj, nuk duhet të paguajnë pedagogët? Pa dyshim. Pra nuk është në një krim kjo është tamam. Pra ju ku e bazoni mbi perceptime apo mbi kontrole konkrete? Pra ku bazohet ky studim? Studimi sa i takon shifrave. Ne kemi nxjerrë 2 raporte paralele. Kemi marrë perceptimin e studentëve mbi korrupsion. Këto i keni çuar në SPAK, i keni çuar në ndonjë... Të janë publike tashmë, ne ja referojmë autoriteteve. Këto janë shifra në fakt që ne mundohemi të japim transparencë atë që nuk e bën vetë universiteti. Për hir të ndonjë gjëje apo thjesht e keni dhe ju pjesë të ndonjë programi këtë gjë? Ky është detyrim që duhet ta kenë vetë universitetet. Kemi sot një program online i cili është U-Transparenca. Universitetet vetë duhet ta bëjnë pikërisht këtë gjë. Dhe në mungesë të kësaj, ne padyshim për t'i ardhur pikërisht studentëve dhe pedagogëve që janë brenda, për të kuptuar edhe ato, se unë jam i bindur që shumica e pedagogëve edhe studentëve brenda nuk e dinë se ku shkojnë realisht fondet e universitetit, se siç e thash, është ndarë mes administrimit dhe drejtimit akademik universiteti. Dhe kjo është qëllimi jonë, që ne t'i tregojmë si qytetarëve që nëpërmjet buxhetit financojnë universitetet, si studentit dhe familjeve shqiptare që paguajnë tarifa çdo vit, edhe ku shkojnë tarifat e tyre, kur nuk i kthehen në shërbime. Për shembull, Universiteti i Tiranës po marr disa shifra të cilat janë aplikante. Ku i keni dërguar? Vetë se i keni bërë publike? Shiko, hapi i parë është i përvitshëm, është që ne i bëjmë publike. Pastaj, ne ja referojmë, thash, institucioneve dhe padyshim ne këto... Kujt institucione? Ministria e Arsimit i ka këto shifra për shembull? Po, Ministria e Arsimit dhe të gjitha... Kryeministria? Shiko, ne nuk kemi shifra të cilat ata nuk i dinë. Këto shifra janë të nxjerra nëpërmjet procedurave të prokurimeve publike. Tani e ka fajin ta që nuk e konsiderojnë shkelje, apo do me thënë qa mungon në këtë mes tani? Se okej, ju e keni kapur. Dhe thoni pse nuk shkojnë për kërkim shkencor, po shkojnë për personelin. Kjo është në natyrën... Basi qeverisi duket normale që të shkojnë për personelin. Po, atëherë, këtu në lindë drejta që se cilit nga ne të arsytoj nëse kjo është diçka e drejt dhe se ku po shkon sot arsimi i lartë në vend, sepse ne në fund, kur diskutojmë për cilësinë, edhe kur flasim për cilësinë, shpesh themi nga nis kjo. Dhe kur të mungon infrastruktura e brendshme, sepse të gjitha këto nuk përkthehen realisht. Për shembull, studentët sot vrapojnë gjë një sallë leksioni i cila ka internet nëpër universitetet, flas edhe në Tiranë, pa shkuar në qytete të tjera, sepse një sallë ka internet, një sallë tjetër nuk ka internet. Atëherë, kur ne kemi të bëjmë me kaq shumë shpenzime, të cilat kanalizohen në mënyrë të ndryshme apo në disa sfera, ajo që ne themi është a duhet universitetet jenë racionale? Po për sigurinë e godinave, pse harxohet kaq shumë? Këtë duhet nga përgjigjen universitetet, Mi qa ka aty, ka uranium? Po të njëjtë... Jam kurios, qa ka armë bërthamore që harxhohet kaq shumë para? Po as po kërkohet që themi ne që ka ndonjë sekret... Gjukatat nuk mbrojeshin? Ma i sa kuptuam? Kusë universitetet janë... Universitetet mirë bëjnë që mbrojmë, sa aty ka fëmijë, aty ka... Institucionet publike, këtë shërbim ja ofrojnë një kontraktori dhe kjo është e vendosur edhe sankcionuar, që institucionet publike kanë të njëjtin kontraktor. Do ta përsërisësh edhe një herë akuzën dhe kujt i drejtohet ajo akuzë te kamera aty përballë?
Ajo çka ne vazhdojmë ta ngrejmë si shqetësim lidhet që universitetet tona nuk janë sot në rrugën e drejtë të përçimit të dijes, kërkimit shkencor mbi të gjitha dhe ofrimit shërbimeve konkrete për studentët, por të gjitha këtë harkun e madh të këtyre shpenzimeve të cilat ne i shohim çdo vit, po shkojnë dhe vazhdojnë të shkojnë për rendi, për pajisje, për pajisje të zyrave të administratës, për llaçetulla, për siguri godinash dhe jo për kërkimin shkencor që duhet ishte për student dhe pedagog, e aq më tepër pastaj për të rritur cilësinë, për të bler ato programet antiplagiatur që na mungojnë sot në universitete, dhe të gjitha këto do rrisin sadopak zhvillimin akademik të vendit tonë. Okej, unë falenderoj shumë për këtë, vërtet ishte mjaft interesante, unë nuk e dija, por shpresoj që edhe ata që po na ndjekin në këtë transmetim live të kuptojnë që studentët, fëmijët tuaj dhe kushdo që është pjesë e stafeve, ti vëj pak gishtin kokës, është më e rëndësishme kërkimi shkencor ndonjëherë për të punuar me dijen, se sa për të paguar ato dietat e... Edhe vendi jon ka... Unë të ftoj që të ndjekim pak humtin e Erion Kristos në një monolog atje matan kamerave dhe për të bërë mbylljen ashtu siç të ka të hije. Para se të filloj monologun, kemi një risi që duhet thënë fuqishëm. Western Union, Unionet, Western Union, ka një risi me UPay. Tashmë në UPay për çdo transakcion që kryeni mund të fitoni 100 lek. Është e mundur që ju t'i kaloni parat direkt në celularin tuaj, nga të 4 anët e botës dhe bëhet fjalë për 200 vende të botës. Pra nga 200 vende të botës, ju mund t'i kaloni parat në celularin tuaj. Dhe ato para mund t'i përdorni si balans për të kryer çfarë do lloj veprimi që të doni, dhe kjo është një risi, është një gjë e re që mjafton të keni në celularin tuaj thjesht UPay. Vini shkarkoni UPay Albania dhe do të hyni në botën digjitale të transaksioneve. Unionet Western Union është kudo dhe kurdo pranë jush. Monologu i sotëm ka të bëj me gjuhën shqipe. Ne themi një shprehje, shkon gjua ku dhem dhëmbi, por tani ka ardhur koha që dhëmbi të shkoj atje ku dhëm gjua, dhe gjua jon ka filluar të na dhëmb. Gjua shqipe është shumë e rëndësishme, ajo është një gjuhë shumë e lashtë, por tani ajo nuk ndihet mirë, sepse nuk flitet mirë, nuk shkruhet mirë. Fëmijët tan nuk din të shprehen mirë shqip, fëmijët tan nuk din të shkruajnë mirë shqip, nga se dhe nuk lexojnë. Prandaj ka ardhur koha që shteti shqiptar të ndërmarrë masa shumë të zgjuara lidhur me këtë çështje shumë të rëndësishme. Në mileniumin që po jetojmë, do zhduket gati gjysma e gjuhëve. A do donim ne që shqipja të bënte pjesë në këto gjuhë, ndërkohë që ka përzyer me 10 shekuj për të ardhur në ditët tona? A du të tregojmë i shpërfillës ndaj saj? Ka ardhur koha që prindrit të kujdesen që fëmijët e tyre të lexojnë. Ka ardhur koha që ata prindër që janë larguar nga jatdheun të kujdesen që fëmijët e tyre të mos e humbin gjuhën, se është një pasuri shumë e madhe. Ka ardhur koha të investojnë për gjuhën më shumë se sa investojnë për asfaltin. Nga zemra ime mund t'ju them vetëm kaq. Gjuha është si një anije kozmike që e projekton një kom në hapësirë. Aq më tepër gjuha shqipe që është e bukur, e mirë dhe e lirë. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë, takohemi javës tjetër.